Dhe ne sot do të flasim për një sër çështjes që kryesisht janë të lidhura me aktualitetin politik, por jo vetëm edhe me zhvillimet ekonomike dhe krimin, le të themi, në vendin tonë. Me ne është bashkuar avokati i njohur zoti Gylsen Zhdima. Zoti Zhdima, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, besoj që si pjesë e drejtësisë keni ndjekur me interes edhe aksionin e fundit SPAK, ku u vendosën ose më saktë lëshuan disa urdhra arresti prej disa biznesmen të njohur, po ashtu persona që ishin pjesë e botës krimit. SPAK-u thotë që ka argumente të shumta që paratë që përfitoheshin nga veprimtaritë kriminale investoheshin në Shqipëri. A është ky aksioni më i madh që mban firmën e Klodian Brahos? Së pari duhet kemi parasysh që SPAK-u është një institucion i cili ka për detyrë të bëjë hetim dhe nga hetimi i vet duhet të nxjerrë prova që t'ia provojë gjykatës, sepse ka barrën e provës së parë gjykatës që tregoi që personat të cilët i atribuohet një vepër penale apo një sekuestrim pasurie, këta individ në të vërtetë kanë bërë këtë gjë, pra duhet patjetër merren masa. Por ju çfarë po shikoni? Nuk po shikoni barrën e provës që i shkon SPAK-ut për detyrat e veta, por shikoni që SPAK-u po përdoret politikisht për shkak se në vazhdimsi do të shikoni përplasjen midis pushteteve ekzekutiv, legjislativ, gjyqësor dhe pushtetit ekonomik. Pse ndaj tani pushtetin ekonomik në dy segmente. Segmenti pushtetit ekonomik i shëndetshëm që jep të ardhurat tek familjet shqiptare, investon tek familjet shqiptare, sepse një kompani që ka 1000 apo 500 punëtor, sigurisht që është një ekonomi e shëndetshme për shkak se punon për vete, por edhe për ata të cilët i kanë në kompani. Nga ana tjetër, ke segmentin tjetër që quhet segmenti i oligarkisë të disa kompanive të cilët bën qëllimisht për të grabitur pronat e popullit shqiptar, por edhe buxhetin e shtetit. Këto pikrisht dy segmente janë bashkuar tek një vetëm që është pushteti ekonomik. Dhe tek këto të dyja SPAK-u futet edhe godet fort, po nuk godet fort për të dhënë mesazhin që un po zbar të vërtetën, pra në kuptimin e pastrimit të tregut nga ata të cilët bëjnë një kompani për një ditë edhe nuk sillin tek ardhurat tek shteti. Por SPAK-u për të mbuluar gabimet të mëdha që ka bërë keq qeverisja e këtij vendit, ka përdorur mekanizmin e goditjes së pushtetit ekonomik dhe ka përfshirë të dy këto segmente në të njëjtën kallup, pra në të njëjtin për shembull fuqi ose në të njëjtin standard që të themi ne që këta janë hajtutët, këta kanë bërë namin, këta kanë plaçkitur pronat e Shqipërisë, këta godasin buxhetin e shtetit, kundërkohë nuk është kjo e vërteta. Dhe SPAK-u nisi çuditërisht aksionin në muajin qershor. Tani, dhjetor u emrua, një muaj e lam pushim, shkurti se ishte muaj shkurt, marsi me bereqet fashto punën, dhe u desh që zoti Brau t'u zgjonte nga gjumi në muajin qershor dhe madje zoti Dumani u desh që të bënte ngrirjen dhe shkrirjen të kompanive private të cilët kanë dashur të bënë një investim. Tani dyshoj për investimin, por mënyra se si u soll prokuroria kundrejt një sipërmarrje që nuk është mbetet për tu parë në aspektin juridik të hetimit, a ishin lek të pista apo të pastra, por nga ana tjetër ju duhet kuptoni se si me vullnetin e zotit Rama që foli në publik, zoti Dumani, personi më i zellshëm për të vepruar me njëherë pasi flet zoti Rama, është ai, sepse është e çuditshme. Ti si thua një investitori të huaj nesër hajde vi investoj në Shqipëri, kur ty një prokuror sa dëgjoj kryeministrin shko vepron direkt duke ngrirë pasurinë e një investitorit. Asnjë investitor me seriozitet dhe kapacitet të madh edhe ekonomik dhe politik, por edhe ndërkombëtar, nuk të vjen të investojë në Shqipëri, se kur shikon që një kryeprokuror ose ish kryeprokuror ose një prokuror i zakonshëm ose i posaçëm të ngri pasuritë ty, se foli kryeministri, ky quhet pasiguri juridike tek investitori. Dhe prandaj këto janë mesazhe të cilët janë dhënë në mënyrë të qëllimt për interes të Ramës që të shuhet protesta, mos harro edhe këtë. Dhe rasti tjetër është edhe një mesazh shumë i qartë që mua si avokat ku të më vinë investitor të huaj
Unë do të them si avokat i tyre, do të them falni, por në Shqipëri mos hajdeni, se këtu flet kryeministri, zbatohet ligji. Dhe kjo është e vërteta, e gjitha kjo për sa i përket të aksionit të SPAK-ut. Pra, edhe këta të persona të cilat ju i pat që u sekuestrua pasuria, më lejoni t'ju them që është një rrezik i madh. Pse? Se kemi të bëjmë pikërisht për përplasjen e këty dy segmenteve brenda pushtetit ekonomik. Dhe nuk i pastron dot as SPAK-u, as vendimi i gjykatës. E dini pse? Sepse procedimi penal sipër masat e sigurisë, ose më mirë, procedimi penal në tërësi, gjatë kohës së regjistrimit të kallëzimit, gjatë kohës së hetimit të kallëzimit, e dini ku daton viti? 2021. Mund të më thot dikush mua nga 2021, sot jemi 2026. Ç'a e bëja te dosjen të zyra për shembull? Hetoje? Pse? Kur ti ke sekuestruar pasuritë tyre të regjistruar në kadastër. 2. Ke sekuestruar pasuritë e tyre që i kanë në përbanga. Qa hetimi tjetër prisje ti, të vinte Zoti dhe të zbriste në tokë dhe të thoshte aman të kryet detyrën tënde? Apo mos ka hije dyshimi edhe për brenda SPAK-ut çfarë kryen ata në detyrat e tyre, apo i kryen ashtu se ç'duhet apo jo? Sepse procedimi ka datuar në 2021. A mos valle 2021 ishte ndimesa ose ishte presioni që duhet i bëje këtij pushtetit ekonomik, sepse ky pushtet ekonomik nuk ka persona të cilët janë vetëm proceduar të arrestuar, ka të tjerë të cilët nuk shfaqen, për arsye dhe rrethana të tjerë, nuk është momenti flasim. Po do duken, do dalin vend, do dalin, nëse baje ti për shembull, izoloje tjetrin, bëj çfarë të mundesh, a kupton? Do shpërthej ajo në një moment. Dhe nuk e dia e kam thënë tek ju këtu, por e kam thënë vazhdimisht edhe te studiet e tjera, shumë përpara, kemi filluar te epoka ose te kapitulli i përplasjeve të pushteteve ekonomik, legislativ, ekzekutiv dhe atë që ne themi gjyqësor. Pra, me rastin Balluku, sapo filloi përplasja. Dhe tani në këto momente është kush do të triumfoj. Unë e di kush do të triumfoj, sepse triumfon gjithmonë. Dhe kush do goditet gjithmonë. Por e vërteta është kjo që SPAK-u, në rast të ta lidhim në aspektin profesional, politik dhe analitik, do të shikoni që procedimi ndaj bizneseve ka filluar që në 2021. Ju daton ju 2021 çfarë? Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Pra mjet presioni ndaj bizneseve dhe izolimi i bizneseve dhe biznesmenëve, duke i të kujtuar që kujdes ti se je në hetim. Pra, biznesmeni kur mendon se është në hetim dhe pa qenë nevojshme të jetë në hetim, se s'ka bërë ndonjë gjë, përsëri është si edhe njerëzor kjo që duhet pak me siklet. Se është biznes. Se thot ja, kam bërë një gabim në bilanc, jo kam bërë këtë, jo kam bërë dhe, se nuk është një tek pull që e din çka ka bërë ose më thot s'më intereson sepse ai mashtron, do dali e vërteta një ditë. Pra, këto janë mekanizma që përdor SPAK-u për të ndihmuar Zotin Rama dhe po e ndihmon që të zhduket sa më shumë ajo që ne themi lajmi i fundit protesta. Dhe dikush do thot, po nesër i çon për Ballukun autorizimin Ramës. Po sigurisht, nga mënyra se si u përplasën pushtetin, nga mënyra se si u bë veprimi i asaj të Komisionit Parlamentar për Mandateve, sigurisht që nesër mund t'ja bën nga inati këtë gjë Ramës. A do thot dikush, po mirë, nuk do arrestohet Rama në një moment, po jam dakord që do arrestohet Rama, e di pse? Sepse pikërisht po përplasen pushtetet dhe tek pushtetet, ju thash më përpara, kush do fitojë si gjithmonë. Prandaj aty është që është i gjithë sekreti, që po mund të shkojmë nesër në një moment arrestimi të Ramës në detyrë apo jo në detyrë, por është për shkak të përplasjes së pushteteve. Prandaj të gjithë këtë gamën e të këtyre aksioneve, të cilët janë në shërbim të interesit kombëtar, janë në shërbim të atij që është aktualisht në pushtet. Sa për Rama të filloj të shfaqi probleme të brendshme, dhe kujdes kush janë problemet të brendshme.
Rama do shfaqe probleme të brendshme në grupin parlamentar socialist. Aty do të shikosh ti se si SPAK-u do veproj, sepse SPAK-u nga nevoja ekstreme të zëvendësimit të Ramës për të mbrojtur gabimet e veta, do doj patjetër detyrimisht të godas. Pra, godet e Ramën, vjen zëvendësi i Ramës. Sepse pa një zëvendës brenda Ramës nuk mund të godasi Ramën, se godet institucionet të kushtetuese dhe shtetin kundrejt kundërshtarëve tanë serbët dhe rusët. Pra, ne duhet ta dim që e gjitha kjo situatë që po ndodh në vendin ton është kaq shumë reale, po kaq shumë në aspektin skenareve që kërkon një studim të kujdesshëm, jo emocional, por praktik të faktorëve politik, ekonomik, juridik dhe nga ana edhe ndërkombëtar se si sidhen në këto momente ku ekziston edhe një protestë. Qartë, por aksioni nuk është i përgëzueshëm për faktin që emrat që u lëshuan urdhër arreste, disa u arrestuan, janë emra që janë lekuar edhe më herët. Do të them diçka që sigurisht që do biesh dakord, sepse është diçka shumë njerëzore, është qartë. Ti e di shumë mirë që avokatët thënë sekser. A jemi të gjithë sekser? Jo. Njerëzit janë të gjithë njësoj? Jo. A gazetarët janë të gjithë gjobaxhi? Jo. Pra mesazhi është shumë i qartë. Nuk jemi të gjithë njësoj. Në rast se ne jemi edhe qarkullojmë nëpër media, ti e di çfarë thonë njerëzit për ne? Shumë gjëra. Bazohemi të ato të çfarë mund të thënë që janë negative për ne? Jo. A dikush do të bëj diçka që është në kuptimin negativ për ty, po është një reklam, një publicitet që tregosh forcë? Po. Pra, po nuk e kape tjetrin me veprën penale në duar. Pra kam Prezumoti pafajshëm. Jo prezumot vetëm i pafajshëm, por është statistika e radhës që të ndihmon ty si SPAK ti thosh popullit e mani men ju që diskutoni për këtena për kafe, ky çka ka miliarda, është milioner, ky më namin bër, ky kap Edi Rama hap derën, ja hap nuk derën Edi Rama shumë e shkelm, nuk ka nevojë të trokasë derën, kupton? Pra, këto gjërat janë çan ndodhin. Thot populli, pa arriti kjo gjë, u arrit, tu vendosim shtet. Jo mër, jo. Shteti nuk vendoset sepse u dëgjua që ja sekuestruat një ditë njërit diçka gjëra edhe mbaroi. Ai te lashet me drejtësi do t'i ketë dhe do të vazhdojë, është puna e tij. Por e vërteta kush është? Ti qytetari thjesht që kënaqesh me atë që sot procedohet. Ti e merr vendimin gjyqësor brenda kohës. Ti kadastra të ka dhënë pronën ashtu siç duhet. Legalizimin e ke bër. Pra, kur ti kënaqesh për atë që po jeton një padrejtësi, padrejtësia jo do vazhdojë akoma, sepse ti je marrë me antireklamin, jo me reklamin e tjetrit. Pra, çfarë do të thotë? Lere çfarë thot majtas djathtas. Fakti duhet të jetë aty në flagrancë, që mos të ketë asnjë pikë dyshimi. Më fal tani, ti jemi realist tani, se duhet të flasim edhe pak. Po një treg, dhe ta themi tani ashtu siç duhet tek qytetarët na kuptojnë. Fillimisht nuk do ta kuptojnë. E di kur do ta kuptojnë qytetarët? T'ja them sekretin tani, se gëzohen do të shkojnë në Bashkimin Evropian dhe kështu gjërash. Mbajeni mend këtë gjë. Dhe besoj do të normohet në 2027, në 2028 ose më përpara, nuk e di, por në paketën fiskale. Sot një individ që jeton në Shqipëri mund të ketë një makinë. Mirë. Mund mos ketë një makinë, po do detyrohet të deklaroj, me kujdes këtë gjë, të ardhurat. Ka nuk ka, do të deklaroj vit për vit, dhe quhet deklarata vjetore. Për individ them, punon nuk punon do ta deklaroj. Çfarë do deklaroj? Ai që nuk punon, me detyrim do deklaroj zero. E di pse do të ndodhi kjo gjë? Se do luftohet akoma dhe më shumë pastrimi parave. Po e ditë ku do të çojë kjo nesër pas nesër. Në rast se shumica e tyre nuk punojnë. Në ardhin dhe qarkullim sa më shumë të parave të pista. Po sot para e pistë qarkullon? Po, pse? Euro.
me lekun. Leku më fort se euro. Ku euro qarkullon në bursa ndërkombëtare, goditet nga mjesdetar dhe leku që se di ku i bjen bursa ndërkombëtare apo kombëtare se skemi, është më i fortë se euro. Pra çfarë do të thotë? Dikush ka lënë dhe ka kanalizuar pastrimin e parave në mënyrë të lishëm, që quhet pastrim i palishëm, mirë, dhe nesër qytetarët do përballen me atë që ne themi që kush do fitoj? Do fitoj ai që ka pushtet. Pra, që e ka zaptuar pushtetin. Pra e ka kapur pushtetin. Dhe qytetari i thjesht, që për mendimin tim duhet të përfitoj nga ajo që themi e lishmja e palishmja, në kuptim që mos dëmtoj shëndetin e njerëzve. Por për shkak të asaj që ne themi more një murator të shtëpia, nuk do filloj të presja ai faturë tatimore tani. Dim këtë gjë, një hidraulik për një gjë të vogël. Dihet, këto quhen të palishme. Më kupton? Në aspektin tatimor, kurse në aspektin e sjelljes tonë si shqiptar, e dim shumë mirë se mos më thonë që jetojmë në Zvicër, e kupton? Apo erdhi Zvicra shpejt në Shqipëri, apo erdhi Suedia në Shqipëri sa më shpejt edhe ne u bërë me faturë, nami u bët në gjithë familjet shqiptare. Pra do të thotë që njerëzit do fillojnë të deklarojnë kanë lek do deklarojnë zeron. Pra pse do ndodhë kjo gjë? Sepse pikrisht do të lejohet që pushteti aktual që është do ta përdorë këtë si një formë për të goditur edhe shtresën edhe të mesme, edhe më të varfër, vulnerabël, që mos ketë mundësi nesër të filloj dhe të ringrihet. Po ashtu një lajm që bëri shumë buj ishte heqja non gradës e kryetarit të Partisë Demokratike zoti Sali Berisha. E njoftoi vetë për mediat fillimisht, më pas edhe në foltoren e kuvendit, erdhi edhe një reagim në rrjetet sociale. Çfarë lajmi është? Së pari unë te këto lajmet kur janë në mënyrë të njanshme, nuk është se i refuzoj, i digjoj, kujdesem për t'i parë edhe në aspektin e gjerë. Non grada për mua do t'iqet kur ambasadori i ri amerikan të vijë dhe takoj në selinë e Partisë Demokratike ose në një seli zotin Berisha, të krijoj kanale komunikime me të, por nga ana tjetër është edhe një mesazh që zonja Yuri Kim ka qenë një shërbëtore e qartë e zotit Rama, zotit edhe Veliaj, të them vërtetën, për shkak se dihet shumë qartë mënyra se si u sillte Velia në raport me zonjën Yuri Kim, por edhe me zotin Rama, dhe shqiptarët duhet kuptojnë që nuk ka më vlerë për shpalljen e nëngradave të personave të cilët janë në aktualitetin politik shqiptar. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që për mendimin tim, edhe jam i bindur për këtë që them edhe nuk heq top, pra nuk heq pikë dhe presje, por nuk edhe topi nuk e lëviz nga aty ku e them. Zonja Yuri Kim tentoi të instaloj diktaturën politike të Partisë Socialiste përsëri në vazhdimsi të 1944 në vazhdim. Duke ndihmuar Partinë Socialiste, duke rikthyer Partinë Socialiste në 85 vjetorin e vet, dhe nuk e di administrata e re Trump do të kuptoj këtë ngjarje apo e ka kuptuar, dhe për këtë qëllim është hequr non grata pjesërisht nga zoti Berisha. Por e vërteta është që ne duhet të kuptojmë që zoti Berisha për mendimin tim ka një shans të fundit për t'u larguar nga politika me dinjitet, se ju rikthyet dinjiteti, se për atë tha, unë po luftoj për dinjitet, më kthehet zoti Berisha, zoti Rama të ikin nga politika shqiptare sa më parë, sepse do vinte keq për çdo person që populli shqiptar t'i marrë zvarr. Tani, dikush mund të thotë që është fuqi Partia Socialiste, dakord jam, por deri kur? Është fuqi Partia Demokratike, dakord jam, deri kur? Ka dhe një limit. Dhe limitin e ka përcjellë dhe mesazhi një qeshorit, i fillimit qeshorit. 2026 qeshor shënon histori për popullin shqiptar. Por, nga ana tjetër, shënon edhe urrëtie për politikën aktuale dhe sidomos për PS-n dhe PD-n, pra Ramën dhe Berishën, sepse dihet qartë që parrullat Ramanburg, Berishamburg nuk kupton
edhe atë që ne themi që në gradën ti mund ta heqësh, por e vërteta është që marrëdhëniet diplomatike nuk mund të futen në agjendë të brendshme. Dhe është momenti që ne si popull themi që tjetër gjë është marrëdhënia diplomatike dhe tjetër gjë është marrëdhënia apo dakordësia politike e brendshme, që nuk përfshin ndërkombëtarët. A jemi dakord ta pranojmë shoqëri këtë? Në rast se jeni dakord, po. Në rast se nuk e pranojmë, atëherë Rama dhe Berisha do të ekzistojnë akoma. S'do kenë ndërkombëtarët në lojë. Dhe në rast se ky ndërkombëtar amerikanë vjen edhe të futet në salinë e PSD-s dhe bën dakordsi politike dhe bën ndërmjetësimin politik, atëherë do thotë ti s'ke bërë asgjë. Pra, je rikthyer më keq se 91-shi dhe më keq se 97-a, 98-a, 99-a kur ne kishim destabilitet politik. Dhe një pyetje të fundit, avokat, ju e përmendët paksa që në Tiranë ka një protestë, qytetarët janë derdhur në rrugë. Mendoni që do ketë gjatësi dhe a mund të formohet një parti ose disa parti politike nga ajo protestë? Shiko, protesta është shumë pozitive, por unë nuk jam dakord të formohet një parti politike tek protesta. E vetmja gjë që unë jam dakord që të vazhdoj është protesta të jetë e vazhdueshme gjatë gjithë kësaj kohe. Korrik, gusht, shtator, nëntor është vazhdim, por e vërteta është kjo, edhe duhet të jemi koherent edhe të sinqert me qytetarët. Ndërmjetësuesi që do të imponoj tek Rama dhe Berisha një dakordsi me protestuesit, duhet gjetë kur protestues do të shprehin ndërmjetësuesin. Sepse protestues thonë nuk kemi përfaqësim. Dakord. Po në rast se ti nuk ke përfaqësim, duhet kesh ndërmjetësim. Ndërmjetësimin kush do ta bëj? Sepse ndërmjetësimi nënkupton komunikimi me faktorët politik. Pra ti mund të thuash dua dorëheqjen e zotit Rama, por nga ana tjetër duhet kuptosh që dorëheqja e zotit Rama kalon përmes parlamentit. Kriza e brendshme tek zoti Rama kalon përmes grupit parlamentar socialist. Dorëheqja e tij politikisht kalon përsëri në aspektin ligjor politik, që është pikërisht çfarë? Zgjedhjet e parakohshme. A jeni gati ju të bëni për shembull një parti politike me numra? Jo. Pse? Qytetarët që janë atje, secili ka ideologjitë e veta. Dhe ajo çfarë ne duhet të analizojmë, edhe themi është kjo. Mesazhi 11 maj tregoi që po e vërtet është SPAK-u bëri aksion, por Partia Socialiste nuk mund të merrte mbi 75 mandate. Mori 83 plus 3, të mdoshit 86, mbaroi. Pra pushtet absolut. Me kaq goditje të SPAK-ut, ti patë pëlqimin e popullit në mënyrë maksimale tek partia që ka lindur edhe ka ushqyer korrupsionin. Pra nuk është e logjikshme kjo? Jo. Tani, ty të kanë dalë në protestë qytetar, shumë bukur. Kjo protestë duhet të materializohet në kutinë e votimit. Sepse në rast se ne jemi protestues ndaj një keqeverisje dhe nuk e materializojmë dhe nuk shkojmë te kutia e votimit të votojmë kundër këtij, atëherë ky do qëndroj akoma. Pse? Sepse ti ke heshtur dhe ke aprovuar që ky të vazhdojë të keqeverisë vendin. Pra, ti kur nuk je aktiv kundër këtij, i bie që ai e investon këtë pasiviteti jot, sepse thot kur ky individi urren politikën, do të thotë që ky për mua vlen. Pse? Sepse unë kaq më shumë do vazhdoj të nxjerr intriga dhe të godas kundërshtarin tim politik, që të bëj që qytetarin që themi ne pjesa gri, mos të reagoj te kutia e votimit. Pse? Pse politikanët shqiptar kanë frikën më të madhe të jetës tyre? Kush është? Një diel në 4 vite ose një diel kur bën zgjedhjet. Sa ajo është frika më e madhe. Pse? Sepse ata investojnë që të shkojnë në zgjedhje, ata individ të cilët do të votojnë për të, dhe në krau më ata të shkojnë për ata individ që duan të votojnë për atë tjetrin kundërshtarin politik. Dhe qëllimi kush është? Ju e keni parë që pjesa gri ose njerëz të cilët nuk merren me politik, këta bën sa më shumë pakte duke zhgënjur njerëzit
me qëllim që militantët e tyre të shkojnë të votojnë. Jo qytetari i thjesht. Sepse partitë tradicionale investojnë që të mbajnë pushtetin dhe rotacionin e pushtetit ta bëjnë në mënyrë të komunikueshëm. Jo, nuk flas për tjetërsimin e votave, por flas në aspektin e mesazhet. Pra, çfarë bëjnë ata? Ata bëjnë këtë gjë shumë të thjeshtë. Goditën pra njëri tjetrin e thënë ai dull nga mjesi deri në darkë, nesër ti shikon në një pakt, në një marrëveshje. Qytetari i cili është logjik, kështu dhe nuk është militant, thotë tani ore, këta o bëjnë lojë apo tallen me ne. Dhe ai kur vjen momenti i votimit nuk merr pjesë fare. Pra, partitë tradicionale të pushtetit çfarë kanë bërë? Investojnë tek ai që s'merr pjesë tek votimi. Pse? Sepse ai po mori pjesë tek votimi, do rrisi pjesëmarrje në vota, do të ndëshkojë partitë kryesore dhe do t'ja japë një parti tjetër e votës. Por ç'don për partitë e mëdha, sepse u mbasin bazën e tyre elektorale që kanë të vazhdueshme ndër vite. Dhe prandaj kjo protest është mekanizmi i forcës, i thyrjes së frikës dhe i arritjes së gjërave të jashtëzakonshme të cilët nuk janë arritur këtu e 35 vite mashtrimi të politikës shqiptare kundrejt popullit shqiptar. Ne duhet të kuptojmë qartazi që sot elita jonë politike është ajo e cila ka goditur veten e saj. Elita jonë e cila është një elit e cila kërkon të ecë përpara, po për mendimin tim, Partia Socialiste, Partia Demokratike, po nuk u hapën, do shkërmoqen. Edi Rama dhe Sali Berisha, po nuk kuptuan gabimet e tyre, do të azgjesohen. Sigurisht dikush do të thotë që azgjesimi i tyre nuk kupton po thuaj si një urrëtie, por unë jam i bindur që kjo protest nuk do të shuhet, kur nuk do të shuhet, do të rrinë në memorie të shqiptarëve, por ta dini, fitohen objektivat, nuk fitohen objektivat atyre që kanë thënë dorëheqjen e Ramës, mirë, urrëtia do rritet shumë për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën. Pra, kur ti ke një urrëtie për shembull të marzhit, për shembull, 56%, 57% urrëtie ndaj Edi Ramës, unë jam i bindur që Rama në rast se do ta vazhdojë dhe të shkojë deri 2029-ën, do ketë një urrëtie personale për te. Dhe urrëtia personale do konvertohet në një urrëtie për Partinë Socialiste. Partia Socialiste me ikjen e Edi Ramës në çdo moment, pra në çdo kohë, Edi Rama për mua ka ikur në çdo kohë. Pra mbetet vetëm mënyra se si do të riqet zvarr nga Partia Socialiste. Partia Socialiste nga ana tjetër do të ketë një problem të brendshëm sepse nuk ka kuptuar realitetin, ose nuk don ta kuptojë, ose është marr peng për mos ta kuptuar realitetin, dhe me ikjen e Ramës, Partia Socialiste do jetë në një konflikt të brendshëm, jo ideologjik, më të rëndë se ideologjik. Më të rëndë ideologjik. Pra çfarë? Partia Socialiste do të ketë konflikte mes grupesh të ndryshme, të cilët nuk do të marrin veten për gati 10 vite. Pse? Sepse pikrisht ata do justifikojnë Ramën dhe mënyrën se si Rama grabiti, mori peng Partinë Socialiste. Dhe lufta do jetë në këtë lloj mënyre brenda Partisë Socialiste, dhe atëherë do flasim për një shkërmoqje të mundshme të Partisë Socialiste. Antarësimi në Bashkimin Evropian nuk bëhet për shkak se Rama thot brenda 3 vite ne do të bëjmë reforma të mëdha, sepse kjo protest, dhe duke e mbyllur, nuk do të shuhet sepse pikrisht precedenti u shënua dhe çdo reformë që Edi Rama do të kalojë për të justifikuar Bashkimin Evropian, duhet të keni parasysh që do të ketë përballë këta individ të cilët kanë dalur, kanë protestuar, kanë marshuar kundrejt keqeverisë së Edi Ramës. Pra, Edi Ramës u hap një kapitull tjetër që është më i rëndë se kaq. Pra, integrim evropian pa pyetur shqiptarët nuk ka, sepse reformat e tua mund të jenë të njëanshme duke dëmtuar shqiptarët. Dhe është shumë e qartë kjo si mision dhe si qendresë të qytetarëve shqiptar. Avokat, shumë faleminderit për analizën tuaj, faleminderit për prezencën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.